e merat. Është një listë e gjatë, mendoj që të duheshin disa orë emisione, po kauza përqendrohet tek ajo, tek kjo që është thelbësore. Po. Interesi publik i nëpërkëmbur, llogaridhënia inekzistente, kapja e shtetit në të gjithë parametrat, me arrogancë, me agresivitet, siç u provua edhe sfundmi dhe siç shihet edhe nga gjuha e 2 ditëve të fundit e kryeministit, që kur nuk i pëlqejnë BKH-ja, SPAK-u etj, përdor atë gjuhë të patlakeve, të trimave, të po guxuat, kjo është e më pashme, guxonit, më vinit, më kërkoni telefonin, pra një intimidim i hapur publik, pa e vrarë fare mendjen i atyre trupave që kur i interesonte i lavdronte, dhe tani që, si më thënë, ka ardhur ajo nyja elitarit shumë afër, i kërcënon hapur, sepse po i prishet me sa duket edhe kuptimi që ai kishte ndërtuar për drejtësinë. E dua për të sulmuar kundërshtarin, për të mos u marrë me çështjet publike, janë qindra mijëra dosje të mbyllura, të fluorosura, të arkivuara, por nëse vjen tek oborri i kryeministrisë, te kopshti i Edenit, ku është Bela është mollë ndaluar. Atëherë kryeministri e gërsohet, trimërohet dhe ka një duel me patlake imagjinare, por fillon e përmend trimoshat, patllake dhe merat. Lela, dhe një pyetje të fundit për protestën. Qytetarët ju kanë mbështetur, ju e deklaruar dhe pak më parë që ka bërë opozita shumë protesta, edhe ata protesta që dronët janë ngritur për ta zbehur masivitetin e saj, nuk kanë arritur dot, pasi mediat ndërkombëtare dhe më prestigjioze kanë nxjerrë lumë njerëzish në shesh kundër qeverisë. Pyetja ime është, a duhet ndiqet një tjetër strategji, jo se shqiptarët kanë pritur që të rrëzohet Rama me këto protesta, por duke sikur ardhja shpesh në shesh, pa zgjidhur asgjë, ka sjellë edhe këtë indiferentizmin apo mosbesimin që mund të shkojnë në Tiranë, po çfarë do bëjmë? Të drejtë keni, dhe ky është një vendim, është një tezë për të rrahur, një vendim për të marrë, të cilën mendoj unë duhet ta marrin forumet e ngarkuara me vendime të tilla të Partisë Demokratike, dhe një prej arsyeve të thirrjes dhe mbledhjes së Këshillit Kombëtar të mërkurën, pra pas nesër, është edhe kjo. Pra edhe kjo sigurisht unë mendoj që duhet diskutuar. Pra cila është forma, metodologjia, çfarë duhet ndryshojë